Policia ka zbardhur dhe dokumentuar 2 raste të vjedhjes së bizneseve, duke arrestuar një 28 vjeçar të shpallur në kërkim, autori dyshuar i ngjarjeve. I arrestuari është shtetasi me iniciale VI, 28 vjeç, banues në Korçë, i dënuar më parë për vepra penale në fushën e vjedhjes. Nga hetimet, rezulton se ai dyshohet se ka vjedhur 3 televizor në një lokal dhe një shumë parash në një furrë buke, në lagjen numër 7 të qytetit. Në pranga ka rënë edhe shtetasi me iniciale AZ, 29 vjeç, gjithashtu banues në Korçë, i cili ndodhej me mas sigurie arrest në shtëpi. Gjatë kontrollit në banesën e tij, policia gjeti një televizor të vjedhur, i cili u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. 29 vjeçari akuzohet për përvetësim të sendeve që rrjedhin nga veprimtaria kriminale. Policia bën me dije se po vijojnë hetimet për dokumentimin e vjedhjeve të tjera, ku mund të jenë të përfshirë këta shtetas. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë së Korçës për veprime të mëtejshme ligjore.